Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Çefoku dhe ky është emisioni Dekalog. Ditën e premte Tirana do ketë një event me të vërtetë më i madh se sa për masat e Shqipërisë edhe të vetë Kosovës, po do jetë mbar kombëtar dhe mbar diasporë. Në një tubim proteste, besoj që do të jetë dhjetra mira, ndoshta edhe qindra mira shqiptarë do të protestojnë në mbështetje të ish luftëtarëve të ushtrisë qëllimtare të Kosovës që mbahen padrejtisht në Hag. E them padrejtisht sepse deri tashmë asnjë provë nuk ka kundër tyre. Ky është tubimi i parë i këtyre përmasave në Tiranë. Por se si do organizohet ky tubim, çfarë do ketë si agjend ky tubim, por edhe impakti që ai do ketë edhe për procesin që është në Hag, unë kam ftuar një personazh që ka qenë protagonist jo vetëm në kohën e luftës, në vitin 1999, por një nga organizatorët e këtij tubimi, Azgan Aklaj. Më mirë se Azgan Aklaj nuk mund të flasë kush për këtë protestë, por edhe për atë që po ndodh në Hag. Azgan, faleminderit për prezencën këtu në studio. Faleminderit për ftesën dhe për mundësinë që na dhat që të bëjmë dhe një thirrje nga studia juaj për gjithë shqiptarët, pa dallim bindjesh politike, besimesh fetare apo përkatësish në cilin shtet ndodhen, sepse shqiptarët janë 4-5 shtete tani. Por shpresojmë i besojmë që shqiptarët nga gjitha trojet etnike të kombit shqiptar dhe nga diaspora. Po, dhe nga diaspora. Dhe nga diaspora do të jenë me ne me datën 17, në orën 17 në sheshin Skënderbej. Okej, kush ishin iniciatorët e këtij? Si u organizua kjo? Ky është një organizim i tretë pas protestës madhe në Prishtinë dhe pas protestës në Hag të shoqatave. Kjo është hera e parë në Shqipëri. Po, hera e parë në Shqipëri, janë organizatat e dala nga lufta dhe pastaj mbështetjet që kanë gjetur në Shqipëri. Po, kush konkretisht? Sigurisht Unioni Artistik i Kombit Shqiptar është bërë që në fillim pjesë e mbështetjes, që unë e përfaqësoj, dhe sot të jenë rreth 15 shoqata patriotike që do të lidhen në orën 17 në Hotel Tirana. Koordinim sot? Po, nën koordinimin e zotit Hajdari të shoqatave të Tiranës. Po, për t'i dhënë një mbështetje. Shoqata Tirana? Shoqata Tirana dhe shoqata të tjera. Dhe shoqata të tjera. Janë dhe disa përfaqësues të universiteteve që do të dhe dëshiroj të përshëndes dhe presidentin Alfred Mesiu, që është drejtuar me një kërkesë për mbështetje, gjithashtu dhe disa parti politike, madje edhe kryeministri zoti Rama. A do vinë, se kjo është pyetja, a do vinë politikanë shqiptarë aty? Unë shpresoj se po. I keni bërë ftesë? Ne kemi drejtuar të gjitha partive politike të Shqipërisë dhe besoj, e shpresoj, jam besim plot të shpresë madh që ata do të vinë në sheshin Skënderbej në një çështje të madhe kombëtare. Kjo është një beslidhje e dytë e shqiptarëve, e them me beslidhje e dytë. Tani, do të thënë ju i keni ftuar gjithë politikanë? Të gjithë. Dhe po i ftojmë edhe një herë. Tani, një sekondë tani, e ke ftuar edhe Edi Ramën dhe Sali Berishën? Gjithmonë, që po i bëj ftesë publike. Po jo, e ke çuar ftesë me lezës, kur më fton mua. Ftesë publike. Një sekondë, Azgan, ti kur më fton mua më thon Roland, kam dërguar një ftesë, e ke në celular? Ne ju kemi drejtuar. A u ke dërguar? Të gjitha partive politike. Të gjitha partive politike. Por Edi Ramën me emër i ke dërguar? Edi Rama, s'pati nevojë të dërgojmë se doli më njëherë dhe tha ju përgjigja kërkesës. Po, është vërtet kjo. Po zoti Berisha? Zoti Berisha ka vendin e tyre, zoti Berisha ende ka heshtur. Zoti Berisha a ka thënë? Po bën dasi. Jo. Azgan, ti do t'i çoj ftesën, ti je qytetar, ti... Dëgjom. Zoti Berisha ka, të mos e politizojmë, Zoti Berisha ka deklaruar se jem bërë non grata për shkak qëndrimit për Kosovën. Ja ku ka Kosovën pra? Ti po i bën thirrje Zoti Berisha që të vi? Po gjithë Partisë Demokratike Zoti Berisha. Zoti Berisha, të vi aty. Po. Do të thënë, thirrje Zoti Rama. Po gjithëve. Thirrje Zoti Berisha. Po gjithë kryetarëve të partive politike. Kryetarët e partive politike, presidentit. Po edhe presidentit. Të gjithë deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë. 140. Të vinë në protestë. Se unë besoj që s'ka shqiptar që s'do vinë këtë protestë. Unë do vi... Unë po e drejtoj... Tu s'ka nevojë të ftosh. S'ka nevojë të ftosh. S'ka nevojë të ftosh, po tash. Je i ftuar. S'ka nevojë të ftosh. Në ftesë je ftuar. Unë po bëj një ftesë publike. Jo, s'ka nevojë të ftosh për çdo qytetar, them, po për këto, për figurat shtetërore, unë besoj që duhet të çoni një ftesë. Kjo është një ftesë publike, një protestë. Nuk të fton kush, hajde në protestë. Tani, do bëjnë ndërprerje, sepse ti sa herë që vjen këtu vjen një kapele tjetër. Në zgjedhje merr dhe këtu me kapelen e partisë, si quhet partia? Demokratët Euroatlantik. E kam harruar fare ti. Ikët më në fund.
Tash ti po politizon, kemi të flasim për çështje. Pse morëm fund? Do të pyes për këtë. Pse morëm fund? Ke drejt, tani e kalojmë pastaj. Do të flasim pastaj. Jo, do ta trajtojmë patjetër. Po patjetër, do ta trajtojmë, se ta kam çu te platforma. Se kam pa fare, se unë nuk pyes çfarë do të pyesësh. Më shpjegojnë çik të kapele, mund ta heqësh, na shpjegosh ato inicialet aty? Kjo është UÇK, Ushtria Çlirimtare e Kosovës, po. Ta shikoj. Sa do kisha dëshirë dhe unë të kisha një kapele të tillë? Ta vendosim kokë? Më lejo? Vendosim. Patjetër. Patjetër. UÇK. Do vija me shumë qef. Edhe ti je UÇK. Po patjetër. Se slogani kështu. Po çfarë thua më? Slogani kështu është. Po çfarë thua? Jam UÇK. Po kjo është fantastike më si, kjo është nder. Jo nuk ta marr, jo, mos ke frikë, do jap. Di që s'më. Tani, kush e bëri këtë kapele? Unë kam marr nga Ushtria Çlirimtare e Kosovës, kush e ka përgatitur, kush e ka stilizuar, nuk. Po jo, që atëherë në atë kohë po janë të rerë. Ja, jo, të rerë. Nuk është asaj kohë. Tani, do jenë të gjithë me këtë kapele në tubim? Do jenë me kapele, do jenë me qeleshe të bardhë, me plis. Sepse historikisht ka qenë për këtë plis e jap një plis. Do më thënë për këtë tokë e jap një kokë. Historia na ka mësuar që ne çdo pllëm toke jemi detyruar ta mbrojmë me gjak. Asgan, nuk do ishte e bukur që të gjithë pjesëmarrësit në tubim të kishin kapelen në qafë. Po ishte shumë e bukur. Po pse se organizoni këtë? Po këtë ne kemi bërë thirrje, po e bëjmë edhe këtu. Po thirrje, bëni ca kapele, pse ka njëri që si bën kapele? Ka mundësi të vijë me kapele, të vinë me kapelen e UÇK-s. Sot është moment historik. Se ta shikoj kështu Edi Ramën me kapelet të UÇK-s. Se prerë parë unë vendosa një kapele të UÇK-s në jetën time. Se është moment. Po është nder, është krenari. Pse është moment historik? Po, ma thuaj. Drejtuesit e UÇK-s, pra çlirimtarët ndodhen në Hag me aktakuza të fabrikura. Parë nga pikpamja juridike, ata akuzohen për ndërmarrje të përbashkët kriminale. Çfarë është kjo, domethënë ndërmarrje për përbashkët kriminale? Po pra, asnjëri nga ata, ka jurist që shpjegon këtë? Asnjëri nga ata nuk ka aktakuzë personale. Dhe po këto aktakuza janë me dëshmitar nën intimidim dhe me dëshmitar të bija serbe. Pra, nuk shtrohet problemi i dënimit të Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit, Jakub Krasniqit. Dënohet historia e UÇK-s. Këta e njerëzit që kanë firmuar, Hashim Thaçi ka firmuar në Hag, zotëri. Në Rambuje. Ka firmuar në Rambuje. Dhe thani është në Hag. Hashim Thaçi ka mbajtur fjalimin e shpalljes pavarësisë së Kosovës. Është në Hag, pra është në Hag historia. Me aktakuzë të krijuar fabrikisht nga dëshmitarët bija serbe. Do kemi një ndërprerje publicitare në këtë moment dhe do kthehemi sërish në studio. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit të reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefonin juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistrojeni si klient dhe me njëherë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja. Faleminderit institucionit vullnetar MoneyGram Akinvest që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV me sloganin transfero shpejt, gjithmonë shpejt kudo dhe kurdo. Transferoni me MoneyGram Akinvest, nuk do zhgënjeni, do keni lehtësira me të vërtetë dhe do jeni shumë të kënaqur. Zoti Haklej. Mirë, po në Hag kemi një kthes. Çfarë ka? Sepse këtë do të pyesë, çfarë po ndodh tani? Pas dëshmisë së James Rubin. Ai përmbys si peshore. Peshore është përmbysur. Tani unë po të sjell një fakt tjetër. Po? Është një nën serbe. Nën serbe. Quhet Ruža Drašić. Po? Ata djemtë të UÇK-sët i mbretën shtëpitë të tyre, ndërsa Miloševići erdhi e me mori djemtë me dhunë dhe mi dërgojnë në Kosovë. Por falë Zotit dhe ushtrisë çlirimtare, ata sot jetojnë të lirë në Bayern të Gjermanisë. Domethënë, kjo është një dëshmi që është vënë në Hag? Do shkojnë në Hag. Do shkojnë në Hag. Zonja, po. Ja ku si quhet? Ruža Drašić. Nga është? Kaq informacion kam, s'kam më shumë se kaq. Kjo është nën serbe. Dy djemtët më shpëtoi UÇK-ja. Ja ku ke? Po, mund të ma... Po.
Të iki në gjithë dhe një? Ja kjo. Po. Do të thonë, Pra do kemi dhe... unë po e lexoj këtë. Po, lexoj të plot. Po, do ta lexoj të plot. Deklarata e nënës ushtarit serb drith gjykatën speciale. Ajo thotë që po të ishe ushtria qëllimtare e Kosovës që bën krime, mi kishin vrarë këta dy djemtë e mi. Po ushtria qëllimtare i zuri rob dhe i liroj. E unë sot po jetoj me ta në Gjermani. Ndoshta nesër do të renditen në krahun e ushtrisë qëllimtare kundër gjykatës speciale. Ata djemtë UÇK si mbrojtën shtëpitë e tyre, ndërsa Miloševići erdhi mi mori djemtë me dhunë dhe mi dërgoi në Kosovë. Por fal Zotit dhe ushtrisë qëllimtare, ata sot jetojnë të lirë në Bajën të Gjermanisë, shkruan Ruža Drašić. Po. Ruža Drašić. Po kjo nga shumë e fortë. Prandaj unë thash që do të kemi gjëra konkrete. Tani, sloganet e protestës. Po, na i tregon. Në Sheshi Skënderbej? Po, unë jam UÇK. Unë jam UÇK. Po. Jo pa drejtësi. Unë jam UÇK. Unë jam UÇK. Ja, unë bëj themi parë, unë jam UÇK. Jo pa drejtësi në emrin tim. Ç'do të thotë kjo? Gjykata speciale është krijuar në Parlamentin e Kosovës. Parlamenti i Kosovës ka dalë nga populli, me votën e popullit. Po. Tani ti po jep një vendim të padrejtë në emrin të popullit. Populli do vendos me 17 në sheshin që mban emrin e simbolit shtetëror dhe kombëtar të Mojsiut ton, Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Dhe të kryeqendrës së Trojave shqiptare. Dhe të kryeqendrës së Trojave shqiptare dhe ku e nisi është gjepi i piknisjes së UÇK-s. Tu ka nis në Tiranë. Po. Herët. E di këtë. Këtë e di. 92. Po, 91, 92. 92, këtu ka filluar. Dhe pse ka filluar? I ke pasur kontaktet atëre Azgan? Sigurisht që kam pasur. Që në 91? Me kë? Me Adem Jasharin? Të gjithë më i kam pas. E një Adem Jasharin personalisht? Unë të gjithë zotërik. Miku më i ngushtë imi ishte komandant Tigri, Fadil Nimani, Rufeja. Rufeja. Po, Tigri, i vrarë në vaksinës të Maqedonisë së Veriut. Dhe në kalon një postulat. Dëshmor apo jo, si të duani me quani, por amanetin vëllezër të maruani. Unë e kam patur mik Agim Ramadanin, i cili ka ardhur me koshiencë për të vrarë, sepse ka qenë antar i Akademisë Evropiane të Arteve. Për të sakrifikuar, jo me koshiencë për të... Me koshiencë ka bërë... Për të sakrifikuar. Ka bërë nekrologjinë, zotëri. Mu shteshin syt, nëse pushoj, lurin tënë me endrua, mallkuar qoftë gjaku im, nëse mbrasin, pa luftua. Ja ta them dhe i gjesë që shumë rëndësishme. Thot tani unë jam hi e hije nuk kam. Se kam ndruar jetë, askush nuk e di. Pra është para si të vritej. Pyesin, ku kam mbetur? Në trupin tënë të brisht, jam shkrirë? Jo, nuk jam tretur. Ose bukur. Ky është Agim Ramadani, komandant Katana, që së bashku... Që Arlin Daku e ka këtu. Që së bashku me Salih Çekajn, veteranin, janë në hartuesit e operacionit të shkallëmimit të kufive. Pra për herë të parë kufive shëmë në Koshare. Ushtria Çlirimtare e Kosovës ka nënshuar epopeen më të lavdishme të shqiptarëve. Është ngjarja më e rëndësishme... Pas rezistencës luftës dytë botërore, kjo është. Ngjarja më e rëndësishme. Kjo është. Dhe çfarë ka ndodhur? Ata kanë ripërtrirë epokën e Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Kanë ripërtrirë epokën e lidhjes shqiptare të prezident, ku shqiptarët për herë të parë startuan me platformë qartë politike administrative për shtet kombin shqiptar. E ndaj kjo protest që mori entuziazëm të madh për të qenë me numër të madh, pas golit në Leskovës. Po pritët do vema të... Dëshmon se jemi shqiptar, nuk ka komb kosovar. Po qenë ata mo zganë që thonë që duhet të ndajmë. Teoria Po jo, qenë ata që thonë kom kosovar mo. Idiotizm, është fiks... Si idiotizm? Fiks, është rëthi. Sepse Serbia thot që kosovarët janë serb të turqizuar. Kjo është fatkeqësia madhe. Teoria e tyre. Pra, çdo teori e kombit kosovar, apo çdo teori tjetër në kurriz të kombit shqiptar, është të më madhe shtrathi. Këta janë të blerë nga Beogradi këta që kanë këtë teori? Në rastin me të mirë janë budallëj. Budallëj? Po në rastin me të keq. Azgan, ti mund të kesh defekte, por naiv nuk jeti. Dhe tani ka dhe një problem tjetër. Çka ka? Ta them unë. Kjo betejë që po bëhet në Hag është mirë orkestruar. Nga kush? Nga sllavët.
për të goditur ushtrinë çlirimtare në Kosovë dhe ushtrinë Ke çlirimtare fjalën rusët me serbët? absolutisht, ushtrinë çlirimtare kombëtare në Maqedoninë e Veriut për të shtrënjosur ushtrinë çlirimtare. Për të denigruar. Pas shpalljes pavarësisë, Serbia nuk heshti, por vazhdoi her pas here me skenarët e saj për të rimarrë Kosovën. Ata ende sot e quajnë Kosovën pjesë të Serbisë. Ai pave në stadium, vritin i shqiptarët. Pra me botkuptim mesjetar, ashtu siç e ka pas Stefan Dushani, i cili ka shfaros, ka kthyer me dhunë. Edhe Çubrillaviçi me platformën e tij. Çubrillaviçi me platformën e tij, pyka shqiptare apo Arnautët, Rankoviçi, Ivo Andriçi, Qosiçi, të gjithë këto memorandume, Serbia i përdor sa herë ka kështu betejësh. Dhe mos harrojmë se Çubrillaviçi antar i bandës që ka vrarë Franz Ferdinandin. Është antar i bandës Dhe që u shkaktua lufta e parë botërore. që shkaktua lufta e parë botërore. Dhe ata mbështeten tek teoria e Çubrillaviçit. Dhe E ke lexuar platformën? Dhe operacioni Patkoj i Miloševićit mbështetet tek Çubrillaviçi, zbrazja e Kosovës. Dhe Andaj dëbuna 1 milion. ata kanë pas platformën deshqiptarizimin e Kosovës. Edhe me këtë formë. A e ke parë Pashiqin që thotë futin njëri me tjetrin, sepse jepni një grusht para, i vrisni, dhe është gjatë deklarata Pashiqit, por thotë në fund të vrisni dhe ata që na kanë shërbyer ne. Këtë se kam lexuar këtë, që vrisin dhe ata që na kanë shërbyer. Po, absolutisht. Pashiqi. Ka shqiptar tradhtar o Azgan? Si gjithmonë. Po çe janë këta mo? Shko sot, përplasen dy botë. Bota serbe me botën shqiptare. Botën serbe e mbështet direkt Rusia. Në Maqedoninë e Veriut ka ardhur 3 herë deri tani Aleksandr Dugin, këshilltari i Putinit, Rasputini i dytë, i cili sepse betejë po bëhet në Shkup. Shkupi është qyteti i Dardanëve. Dhe me ca shqiptar që janë mashtruar, vleni që s'vlen, që në bërë shtojc edhe më rodë dëpënes. Dhe kë miting, protest, Tubim është në vigjilje të lumturimit të Nën Terezës. Me 19 është dita lumturimit të Nën Terezës. Nën Tereza është nga Shkupi. Dhe atje ka votime me 19 në Shkup. Dhe betejë është për identitet e dignitet. Sa mendoni do jetë pjesëmarrja? Ta plotësoj vetëm këtë mendim. Po. Babai Nën Terezës, Kolbe Axhiu, amanet gjuhën shqipe ka lënë. Dhe ishte antar i Këshillit Bashkiak të Shkupit. Dhe u vra nga serbët zotëri. E di. Dhe në 1929 është vrarë Kolbe Axhiu, amanet ka lënë gjuhën shqipe. Dhe po të mos ishin BDI-ja, UÇK-ja e kthyer BDI, gjuha shqipe do pushkatohej në Maqedoninë e Veriut. Dhe ku? Aty ku unifikua. Në Manastir është unifikuar gjuha shqipe. Dhe pas shumë Dhe ndruan dhe emrin qytetit. Pa dhe pas shumë përplasjesh, do më thënë jo përplasjesh të egra, po do më thënë debatesh, grupet të ndryshme, me 14 dhe 22 nëntar, 1908, pas ju unifikuan, Luigi Grakuqi u fut me të rastin e zezë dhe shkrovër, roft alfabeti shqip. Dhe tani ka shqiptar, deri te kryeministri i Kurti, dhe thuhet, gjuha shqipe s'ka qenë kur gjuhë zyrtare. A ka gjë me fatale? Sot është detyrë historike që me 19 në plebishit popullor, shqiptarët të votojnë 1 zëri për BDI-n, Aleancën Kombëtare për Integrim. Ja, do shkojmë aty po. Po, ti thom jo Rusisë, po Evropës. Do shkojmë aty. Tani më tregoj çik për protestën, për tubimin. Kthehem te protesta. Sa pritet të jenë? Kthehem te protesta. 10 miravet. 60 autobus Nga Kosova? Nga Kosova. 60 autobus. Qërë tani autobus, pa llogaritur makinat që vinë vet. 60 autobus. 60 autobus. 60 autobus me satarisht me 50 po e marrin. Po, 3000 vet. Të organizuar. 3000 vet të organizuar me 60 autobus. Ne kemi njoftime të pafundme nga gjitha trojët etnikët kombëtar, 10 mijë vet do të jetë protesta më e madhe në histori. Në histori? Absolutisht. Po, është normale të jetë. Është normale sepse thash, është një pislidhje e dytë. Kur me aktual. Po mirë, përveç se unë dëgjova me shumë mendje presidentin Alfred Mojsiu, presidentin e nderuar.
Tani, nuk mjafton, nuk them që duhet të ketë dhe figura, do thënë, intelektuale, do thënë që nga akademik, që nga shkencëtar, që nga... Sot pra në orën 17 thash, do të ketë përfaqësues të Se universitetit. ka shumë rëndësi që të ketë atje në krye e tij personalitetet. Sot në orën 17 do të ketë përfaqësues të universiteteve, të shoqatave, të gjithë Shqipërisë, shoqatave patriotike, janë diku 15. Personalitetet të artit, kulturës, të sportit. Sigurisht pra. Tani, personaliteti i artit do hapet me hymnin kombëtar. Po? Do të jetë Kasiot Tusha. Që do ta interpretoj. Po. Do të vinë Marë Shiu Çëkes, Karenkas që këtë ditë. Arif Vladi. Me cilin kemi udhëtuar në mbar hapësirën etnike tash disa vite, sepse përpara se të dilte kënga Arif Vladit, e di kush ishte hymni i UÇK-s? Kush? Kënga Dervish Shaqës. Moj Shqipëri, mos thuj Marova, se djemtu halajen gjallë, në kam është quar rept Kosova, e bën luftën ballë për ballë. Sa u bë kjo e rritë? Pas erdhi kënga Arif Vladit, erdhi vetë historia, erdhi vetë frymëzimi. Kënga Arif Vladit frymëzon të zotëri. A thash për këtë plis, jap, për këtë plis, jap, këtë plis, plis për plis, kokë për kokë. Ne jemi mësuar në historinë tonë shekullore, jemi mësuar zotëri ta mbrojmë me gjak tokën tonë. Dhe që nga Skënderbeu, thashë djerë sot, na kanë lënë mira postulate. Tani do bëni itinerar aty asgjë? Ja, do ketë një tribun, do të ketë folës, do të ketë përshëndetës, do të ketë pastaj do të ketë kënga e Adem Jasharit, të cilën djemtë që fituan Leskovc, ja dedikuan Adem Jasharit, na vjen kënga Adem Jasharit është. Si, do dhe përfitore në Serbi? Ata kënun këngën Adem Jasharit. Dhe s'kishtë që me të bukur se sa Shqipjat këthehej në vendin e vetë. Në vitin, se ti je buri lezuar, në vitin 1878, 700 fshatra janë shpërgull nga. E thash para 3 ditë, shef. Po, 700 fshatra, 70.000 vetë kanë vdek. Aty në Leskovac? Në Sandak Nishit, po. Në Nish. Leskovac është 20 km largë Nishit. Dhe për që di, aty, ai që ka certifikuar kështrimin si fe zyrtare është Konstantini, nga Nishi. Nga Nish. Se ne shqiptarët, i kemi dhënë qytetërimet shumë, Konstantinin e Madh, që ka certifikuar kështrimin. Po pse la... Justinianin që ka bërë drejtën, zotëri, drejtën romake. Dioklecianin, simbolin administrativ. Perandori romak. Perandori romak. Pra, ne kemi dhënë, dhe tani i thëmë Evropës, duhet i kërkojmë Evropës, se haga ndodhet në Evropë. Tani, do dhënë edhe njerë, në këtë tubim, do bëhet i përshëndetje vetëm për kombëtarin që fituan në Leskovac? Po sigurisht më të i përshëndetje. Pa tjetër më. Po për Rejmanën, që do thoni aty? S'ka fjallë me... Ai gol. Nuk ishte gol thjesht futbolli. Po që ishte? Po që pra thash Shqiponja, kur ata britisin vritin i shqiptarët, zotëria... I bërin Shqiponja, të mori dhe të verdhën pas. Qisha të verdhën më? Po, këmarja. Shqiponja u këthyë në fale. Po si, do të bën Shqiponja dhe të marrësh të verdhë për simboli kombëtar? Ku shpar kjo? Tashi, shqiptarë, thash, janë detyruar të luftojnë për trojet e veta. Udhëheqësit të këtyre betejave kanë pasur më të çmuar jetën, më të çmuar lirinë, se sa jetën e vet. Të lutem regjia foton që kemi një foto shumë të bukur. Se do lidhej kështu që ne kosovarët mund t'i mundim, për ne jemi shqiptarë gjithë, që është kjo ndasi. Çka ka bërë një shqiptar i Shqipërisë? Është një foto bile ta adhuroj ty ta kesh, sepse ka një pak momente. Është këtë thjesht, ne nuk kemi kosovarë. Ne kemi lindur e vdesim shqiptar. Shqiptar, po. Po, s'ka pak qase sa të përpunohet foto nga regjia. Më bëri shumë përshtypje Asgan, sepse do të shikoj se kjo ndasia ne Silvinjo duhet të kishte futur në fush vetëm përpara ndeshjes, i thoshin, vetëm nga Kosova sa ta shikoj çfarë. Lushja nuk bën shalqi, bën gol në Serbi. Super. Gjetje. Super. E bukur? Super, e bukur. Super, e bukur. Por, kur donë Zotit të ndihmoj... Zoti ishte me ne? Shiko. Zoti ndihmon ata që përpiqen, ë? Ka qenë një bukser, në mos gabojmë Qato, po që janë shumë vite, ku isha deputeti Tropojës. Po. Kreshnik Qato. Dhe foli për një betejë në Ukrainë. Të gjithë tha me shanin në familje. Unë kisha një flamur, tha, kombëtar, tha dhe nxora flamurin nga xhepi, përpara se të futesh në ndeshje. Dhe i thash, unë dhe ti jemi këtu.
me forcën e të madhit Zot, do të të mbroj. Dhe e kam fitoj. E kam shpërtallu, tha. Ishin rreth 3.000 veta në Ukrainë, në Mosgabona. Unë dhe ti jemi këtu. Me forcën e të madhit Zot, do të të mbroj. Tani të kthehem tek. Nëse është e mundur i gjija foton e Rejmanët, se ti pas ke për zemër me Shqiponjë. Ishte bërë murale në Mitrovic ditën tjetër, e pe, ë? E pash, bro. E pe. Një foto të Rejmanët me kur tjetë e mundur. Tani, do tjetër përshëndetje? Po, të thjesht pra, do të ketë përshëndetje, po i lëm surprizë. E lëm surprizë. Alfred Mojsiu ka deklaruar përshëndetjen. Ai do flasi? Po. Ali Ahmeti. Po, do vi? Do vi dhe do përshëndes. Do flas. Tjetër nga Kosova? Gucati. Udhëheqësi i shoqatës veteranëve të luftës. Po? Kush është Gucati? Gucati është njëri modest. Schopenhauer i thot, madhështia gjonizohet përpara modestisë. Gucati ne kam mik që në luftë, e pas lufte kemi organizuar protestat me të për lirimin e kalorësit të lirisë Dardane Ramush Haradinajt. Dhe protestën e parë kemi bërë në Tropoj, në janar, ka qenë ftoft, -20 gradë, protesta e parë për zotin Haradinaj është bërë në Tropoj. Pra, e kam mik të shumë vitësh, Gucati shkoi vetë në Hag, bëri rreth 4 vite burg, ka dalë nga burgu bashkë me Nasim Haradinaj, një nga personalitetet e shqura të betejave legjendare të Kosharës, sepse betejat e Kosharës shëmbëlejnë me betejën e Termopileve dhe me betejën e Qerbelas. Po pse do të shëmbëllej? Po ta them unë. Se ne ishim shumë në ankth ndarë te gazeta Koha Jon, si përfundoi sot betejë në Kosharë? Të pakt në numër. Ushtrit slave kanë marrë urdhër për ta marrë Kosharën. Kush e mirë të Kosharën, mirë të betejën. Betejat bëhen qerë në rasën e Zogut, 2309 metra mi nivel detet. Aty ka met dhe Abbas Taçi, ai ka met një gjallë nga Tetova, Muhidin Aliu, që ka dhe vargjet. Jam një gjallë nga Tetova, me kathira dheu, vetë Adem Jashari, Gjaku i Skënderbeu. Janë 113 dëshmorë në Koshare. 113 shkoj. Dëshmorë në Koshare, dhe aty në raset e Kosharës është nënshkruar lavdia e përheqshme e UÇK-s, zotëri. Si që është nënshkruar Kurani në rasa, nënshkruar lavdia. Aty është përsërit, do të thënë, është konkretizuar eposi i mujtë i Halilit. Eposi Krishneve kundër Kailive serbe. Ushtarët të UÇK-s e kanë përligjur baladën e Gjergj Zelezalis. Që ka met, që është detruar, i plagosur të qohet. Ti u bërë pjesë UÇK-s atëherë? Unë isha pjesë, isha nën kryetari i Bashkisë Tropojës, më prita 20.000 kosovarë, gjithë isha pjesë UÇK-s. 20.000 veta nga Kosova kanë ardhur në vitin 1998. Ti kam 98-ën, një vit para 99-s. Si 20.000? 20.000 kosovarë, zotëri. Po pse erdhën ty? Po erdhën sepse Malësia Gjakov, pse kanë thënë Malësia Gjakov? E kemi bashkë. E kemi trajtuar dhe herë tjetër. Po. Që ne jemi angazhuar me heq emrin Tropojë, është emrin slav. Emrin e ka Malësia e Gjakovës. Në histori, Malësia e Gjakovës. Kondi Bertolt, në vitin 1913, pas konferencës ambasadorëve në Londër, thotë, u detyruam të bëjmë një kompromis të dhimbshëm. Për të shpëtuar Shkodrën nga synimet aneksioniste të Malit Zi, e shpëtuam, pra Shkodrën, e ndam Gjakovën nga Malësia e saj. E ka qenë Malësia e Dardanis, Malësia e Vijë, Malësia e Gjakovës. I Malësisë Gjakovës? Si? Kufiri i Malësisë Gjakovës ka përmbledh? Malësia e Gjakovës me Tropojën. E sotme, shkon deri në Unik, deri në Butush. Ai quhet Malësia e Gjakovës. Butush është gash. Dhe hapësira që ka sot. Dhe shkon deri në Pashtrik. Deri në Pashtrik. Se Pashtrik dahen Dardanët me Perustët. Deri në Pashtrik. Po deri në Pashtrik. Kjo quhet pjesa e Malësisë Gjakovës, që është pjesë, domethënë sepse Malësia e Gjakovës ka qenë e populluar nga Ilirë Dardanët, në gjysmë e në perëndim nga Labeatët, e në gjysmë e në lindje nga Dardanët. Pra, Ilirë Dardanë Arbënorët dhe Malësia e Gjakovës 200 vjetë. Tani do vazhdoni ta bëni të përpjekje për të hequr emrin ku e kështu? Bashkisë së Tropojës. Për të ndryshuar emrin. Si ta bëj? Ka viti Malësia e Gjakovës. Do të thonë të heqi termin Tropoj, e t'ja vendos Malësia e Gjakovës. Po e ka dhe andej Malësia e Gjakovës. Gjakova. Ja, ka Gjakova ndaj. Këtu t'jetë Malësia e Gjakovës. Malësia e Gjakovës.
Në vitin 1900... Po tani Tropoj është, si që tani, se bashkia është e Bajramçurit? Po bashkia e Tropojës. Bashkia e Tropojës? Bashkia e Bajramçurit ka qenë kur ishte bashkia e qytetit, me komunat. Tani është bashkia e Tropojës? Po. Si do bashkia e Malësisë të Gjakovës? Bashkia e Malësisë të Gjakovës. Po tani keni një rast me që është kjo reforma e ndarjes territoriale bëheni tani? Ne kena pa propozimin zotëri. Po jo po bën ku ngulni. Do ku nguli mo. Se tropajanët juve të fort çupo, tu pra tregoni vetën. Të ta shpjegoj. Në vitin 1988 ka vendim të parlamentit të Shqipërisë. Po? Dhe është vendosur 3 fush. Jo Tropojës, se nuk e kishte emrin Tropoj, e kishte një fshat. Po pra, një fshat e di dhe unë. Nga i fshati mori... Nga i fshati, në vitin 1946, jo vetëm që nuk u zbatua vendimi i parlamentit të mëparshëm, por ju vendosë Po si 3 fush? 3 fush, pra 3 fusha. 3 fusha. Janë aty, 3 fusha, 3 polje. Është emri vjetër ky? Një fshat e kishte emrin Tropoj. Po? Sepse po dalim nga tema në temë. Po jo, po kur kjo po? Kjo është fantastike. Në vitin 1330, Stefan Deçanski ka vendosur emrin Tropoj, me Kristobulën e Stefan Deçanskit. Ka kuptim fjala Tropoj? Serbisht? Thash për serbisht, pra, futën në Google e ke gjuha Bizantit ishte... Stop! Kjo është foto e shekullit. Kjo është foto e shekullit, s'ka foto. Shqipi, e di çfarë thrasin ata? Vritin i shqiptarët. Edhe ky thot na. Po, ata thrasin vritin i shqiptarët. Vritin i shqiptarët, thoshin. Pra, me mendësin e Stefan Dushanit, sfarosësit, mbytësit, asfiksusit. Ubi, si e thonë në Serbi, ubi skipetar? Po, ubi skipetar. Ubi skipetar. Ua, po që është kjo foto? Dhe unë them që fotoja e shekullit 21 kjo duhet jetë. Po, pra, njerëzit s'duhet të nguten. Pse? E humbi penaltin në Tiranë, mane? E masakruan. Tani ka të fjallës ku t'i qojnë. Zoti është i madh. Se si e bëm lojat më, na fali kompetentit. Kompetentit na fali. Po, prapa. Edhe merdi keq, sepse në intervjistë besoj ti e pekur, tha, kemi nëna, tha, kemi motra, tha, më masakruan, tha. Po, normal, prapa. Njerëzit shpesher gabojnë. Kanë një gjevhajrë në dorë dhe i humin dhe marrin një gurë. Me atë që bëri manaj atje, ka bëri një gjëtja zakonshme. Zëmrat pesh në ingriti. Nuk e di, si e përjetove, golin. Qa bëri në të momente? Pa më thuj qik? Jo, do më thënë, nuk e... Grive? U ngriva për momentin dhe lutesha që të më sketë gol ma. Asa ndaj as këtej, se ashtu mbetej. Pa pandaj nuk e bëri Barami, po se që nga lutur ti, pas ka djuar ty zotin. Se Barami vetëm për vetëm? Ja, sa... Ku e pëndeshe? E pashët në lagje. Lagje këtu, me shok, me miq? Me shok, me miq, papa. Ua, qa ka bërë këtë me të gol, ma. Pa besueshmi ishte për mua. Ishte fantastike, bra. Ka zgjuar pesh, sepse tifozët Kuqezi dhe UÇK-ja ka festuar në mënyrë madhështore. Dhe tifozët Kuqezi kanë festuar me këngën UÇK-s dhe me këngën e Adem Jasharit. Wow! A i ki pa në avionës, i ki pa? Po jo, në avion, në futbolistët, thoti, futbolistët. Pashë, po, tifozët. Tifozët për me këngët Adem Jasharit. Wow! Dhe kjo është, pse Adem Jashari është rast unikal. Sepse, thash, gjemt në Hagë, janë të akuzuar për ndërmarrjet të përbashkët kriminale. Po. Tani, Serbia ka bërë 100 vrasje masive. 100 janë? 174... Tani në e thuj që këto shifrat e do dhe, sa të vrarë ka në lufta të vrarë total? 100 vrasje masive. 100 vrasje janë masive? Masive. Ka masakrat me njerëzore. Sa janë të vrarë total? Rreth 13.000. Rreth 13.000. Pa. Janë 1263 fëmijë. 1263 fëmijë? Po, të vrarë. Në moshën 18 vjeç. Në 18 vjeç. Është një shifër e rëndë e grave të dhunura. Sa është shifra të grave të përdhunura? Grave të përdhunura shumë e madhe shifra. Shumë e madhe. Vërtet është 20.000? Shumë e madhe. Është vërtet 20.000? Shumë e madhe shifra. Është e dhimbshme. 20.000? Mu nuk më bën goja të ngjashme. Po shumë e madhe. Po është vërtet kjo? Po është. 20.000? Shumë. 20.000? Po, shumë e rëndë. Qa thua? Tani të them. Jo, prit një sekondë, do ndalojmë këtu që. Do thënë, gra të përdhunuara nga serbë, nga ushtarët serbë, 20.000? Rreth 20.000. 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
Janë 8600 të zhdukur ende nuk dihet. Ka shifra kontradiktore, janë Po të zhdukur, sa është numri të zhdukurve? 1600 fëmijë të zhdukur. Jo, në total, sa është numri të zhdukurve? Në total janë rreth 1600 familje, rreth 8600 zhdukur. 8600 për para dëgjojmë këtë. Po janë shumë. 8600? Po janë shumë të zhdukur më vëlla. Edhe në Hag çojnë këta që mbrojti popullin. Po pra ke masakrën e Riçakit, 400 vrarë. Ajo e përmbys, Ke ajo e masakrën thellë. e Likoshanit. Ke masakrën e Podujevës, Po të burgosur masakrën e Krushës së Madhe. të burgosur në atë Ke kohë. masakrën Po? e Dubraves, në burgun e Dubraves, i kanë vrarë të burgosit. Pra ka masakra. Sa u burgosën në Azencë, edhe numri i burgosurve ka qenë i madh. Numrin e burgosave nuk e kam shifrin e saktë. Po? Po sa rreth? Shumë ka të burgosur. Sepse burgosën pati plot. Edhe Albin Kurti atje shkoi. Albin Kurti atje shkoi, po Albin Kurti harroi që ka shkuar atje. E ka harruar? Ajo sigurisht e ka harruar. E kemi thënë në studion tënd Albin Kurti ka probleme zotëri. Të dalësh kryeministri i Kosovës dhe të thotë gjua shqipe s'ka qenë kurrë gjuhë zyrtare, është shumë e rëndë. Të shkosh të mbështetësh Vlenin dhe Vleni, kjo mbështetje e Vlenit, ka sjell një koalicion të Mickovsit me Vlenin, kush është zëvendës kryeministri i Maqedonisë? E din ti? Stojkoviçi. Çfarë përfaqëson Stojkoviçi? Është dhe mbikëqyrësi i marrëveshjes Horit. Të prekësh marrëveshjen e Horit sot, do të thotë ke tund themelet e Maqedonisë së Veriut. Okej. Dhe i quhen njerëzit e Rajdirçiçit heroj. Pra njerëzit e Rajdirçiçit sot janë të lirë, e djemt e Uçëkes janë Hag. Nuk e njeh Kosovën dhe nuk e njeh masakrën e Srebrenicës. Por po i themi publikut shqiptar, para Srebrenicës ka pas një masakër më të madhe. 9200 burra dhe gra, djemë, vajza dhe fëmijë musliman në luginën e Nilit, në lugën e Buranit janë vrarë 9200 burra. 9200 zotëri. Ku dhe një? Në masakra Bihorit, në vitin 1940. Kush kjo? Është në Malzi, në luginën e Nilit, Limit, më fal. Limit, më fal. Shqiptar të gjithë. Po, Lumi Lym. Aty në madhe betejë. Shqiptar të gjithë. Po, musliman, shqiptar. Aty në madhe betejë për gjakshme lidhë shqiptarit për Izraelit. Ja ku ferri Mërkuje, thrasin malet me piskam. 30 krena i ke presi Bajrak për rinë në kam. Çka kafshë. Kafshë. Pra, ktheu se të duhet... Qa muskush, qa trupi, Ore, ta kishe pikturuar këtë, se ti e artist. Ta kishe një piktor ta kishe bërë këtë, nuk do nxirrte kaq bukur. Se kjo është reale. E kam një deputet mik nga Lushnja, që del me shalqen e kërcen, dhe ajo është e bukur, ajo është shalqinit. Ti thua, po jo, se ka bërë sa i mirë, Koreshi e ke fjallë. Koreshi, pra? Ja, ma ja. Po pra, mund ta ketë mon Koreshi. Ja, se ka bërë Koreshi atë. S'është autor Koreshi. Jo, s'është Koreshi, nuk është autor Koreshi. Por kjo foto ti dhe ti the një gjë të mirë, sepse me këtë sfond Azgan, që ata ubi skiptar dhe me ato ulërimet andej dhe ky bën shqiponjën dhe lere pasaj atë në kishin fatë tjetër morë vesh që kishte çuar stadiumi Federatës një kështu që zhdëmtoni dëmët që kishte. Po e pash më shumë. Po ç'ishte? Po fatalem. Hakmarin nga... Jo do t'i pagojnë këtë Federatës? Po s'ka lidhe më le t'i pagojnë. Po e më si pas lekët Federatë, po më lidhe me... Bëjmë lekët, nuk është lidhe. Nuk ka të paguar kjo zotëri. Kjo s'ka të paguar. Qa propozimi do bësh për Rejmanaj, kështu si shoqatën tënde? Qa do bëni kështu? Se një çmim duhet dhënë këtij njeriu tani. Ja, ti nuk duhet dhënë çmim. Po qa duhet? Për herë të parë, një njeri i gjallë që meriton shtatore në bronz, është kë. Ue, shtatore bronz dhe Rejmanaj? Ku? Ku ta vendosim? Ku do? Ku? Po jo, ku? Ti e propozim, se propozimin e bërë tani. Shtatore... Pas 17, pas 19, kur të lirohen, ata e ka fjallën tim, mbas protestës. Jo, kur të lirohen, ta marrë protestën, thash. Po? Sepse, ta thash në fillim, po ishte... Jo, pritërim tu, se shtatore bronzi Rejmanat me Shqipoj. A, me Shqipojnë, bërë? Me Shqipoj. Dhe ku të vendoset? Në Prishtinë? Prishtinë. Ua, qa propozimi fantastik Azganaklaj. Shtatore bronzi Rejmanaj në Prishtinë, me Shqipoj. Shko, shkrimtari madh, Viktor Hugo, thot, dua të bëj një vepër në shërbim të dheut, pastaj le të vdes. Zotëria e ka ngull Shqiponjën Leskov. E ka mbyllur kjo, s'ka. Shqiponja
e bën fluturimin e fundit, e kthehet në fole. Pra Shqiponia është kthyer në fole. Ai vend është vendi i Shqiponjave. Dhe thash njeriu, citova shkrimtarin e madh Victor Hugo, por ne jemi mësuar ta mbrojmë thash tokën me gjak. Merre Sulejman Vokshin. 3 jetë po t'i kisha thot, të 3-ja do t'i jepja për Shqipnin. Edhe 100 vite po t'i kem, thot Isa Boletini, thot atë edhe 100 vite do t'i shkrij për Shqipërinë. I merr Prizreni, kryetari i qeverisë përkohshme, më vonë edhe i lidhës Prizren, me ma dhënë kolltukën e sultanit, thot nuk e ndroj me lirinë time. Asnjë kolltuk të sultanit, thot nuk e ndroj me malet e Kosovës as në Prishtina. Që nga dita që kam lerë, asë që më shqitur, asë që më lerë të Çerqistopullin. Por pas e mirë që fute një tos këtej se i vure gjithë nga... Po të fuzi Tafil Buzin. Çerqistopullin. E të tjera, dhe shumë të tjera. Shumë të tjera. Pra, këta, çka të Tani kalojnë një çika politike ditës. Çka na kalon testament ne? Këta na kalon testament. Atë dheun. Nga do që të shkoj, thot, Aristoteli, e kam atë dheun mbi vete. Me është rejtë se jeta ime, se familja ime, është atë dheun. Këta kanë vërtetuar këta zotëri. Fëmijë Xhev Ladrovci thonë me është rejtë se jeta është liria dhe kanë vërtetuar këtu dy bashkë. Po këtë na kanë lënë amanet ushtar. Sa vajza që ishin në ushtrim qëllimtar të Kosovës u vranë? Shumë janë vrarë, nuk e kam shifrën e saktë. Po janë vrarë. Po janë vrarë. Si janë vrarë? Po kështu pjesëmarrëse? Po sa dush. Në check-up. Okej, fillojmë çik te politika e ditës, se ta mbyllim këtë çështë. Mos ta kesh. E mbyllim këtë pjesë, kjo është më e rëndësishme. Ska politikë. Po të flasi, jo, një sekondë tani. Të flasi Asgan Akle, mos thot 2 fjalë për politikën e ditës? Ska politikë më të madhe. Pa diskutim. Jo, nuk e vën diskutim. Se sa. Po i çik do flasim për politikën e ditës. Do ta kem mirë kuptimin tënd që të vi një ditë enkas veç për politikën. Jo, do të flas prapun ty, po enkas veç për politikën. Patjetër. Veç për politikën. Patjetër të premtoj unë do të marr, po prit një sekondë. Tani se ka disa zhvillime, se the që parë që do flas për partinë. Çfarë po me partinë Euroatlantike? Partia Atlantike aty është. Ku është më? Shikoj ke fare. Partia Atlantike ka thënë janë bashkë. Janë bashkë. Ka kandidat për zgjedhjet e ardhshme, Partia Demokratike e udhëhequr nga zoti Berisha. Ka Florian Binëm. Ja, lutem shumë. Po. Ja, po tash është Florian Binëm. Pse? Është kandidat i pavarur. Që mbështet Partia Po, e mbështet Partia Demokratike. Edhe Edi Rama në 2000 ishin kandidat i pavarur. Është zotëri. Edhe mbështet PS-ja. Zotëri. Edhe fitoi. Për herë të parë në histori, Po. Berisha del me të pavarur, në fshihet pas të pavarurve, do ta shohim. Që do të thotë? Që do të thotë s'ka fuqi, as për kandidat. Pse nuk kandiduan ata që kanë marrë nga 20.000 vota, zotëri, që i pas kanë marrë 20.000? Tabaku, ai doktor Ali Mehmeti, pse nuk dolen? Kandidat dhe me mund. Sipas e pse? Pse? Se e shohin që sfitojnë. Ata kanë një marrëveshje spektakolare, Berisha dhe Rama, zotëri. Shkrojnë për shkrojnë, e kanë të mbyllur marrëveshjen. Zotëria kishte një qëllim. Këto zgjedhje, do të thënë, japin 2 gjëra. Certifikojnë zgjedhjen e Ramës, fitoren e Ramës, në të gjitha. Në të gjitha? Në të gjashta? Po në të gjitha, po. Në të gjitha bashkit fiton Rama? Po fiton Rama. Por i fitoi tëra, çfarë bën ai? Po i fiton Rama tani. Dhe Berisha i futin çadër dhe ata që kërkonin ta rrezonin sistemin. Çadër të pozitivës. Po gjithë mo, shehen llapa në gjithë, ashtu futen të. Në emrin si po mbështetim pavarun. Si është i pavarur? Po koalicioni Euroatlantik? Si është i pavarur? Ne nuk mbështetim asnjërin. Jo çfarë po bëni tani? Një kartë monedhë. Por po si jeni gjikundja? Na si vend, s'shofun. Ne kur na kërkoi populli jemi. Ne dolëm. Do të bëjmë pyetje drejt. Na i vodhen votat. Rinumrimi i votave çfarë nxori zotëri? Çfarë nxori rinumrimi i votave? Çfarë nxori jo? Çfarë nxori për Euroatlantikët? Ua kanë vjedhur vetëm atyre. Ua ka vjedhur kush votat atyre? Jo, asnjë vot. Tani sa vota mi ke vjedhur? Ama ke vjedhur një? Jo, ai që vjedh një pul, vjedh një elefant për atë punë. Po tani unë kam bërë 2 mitingje personale. E kam hapur fushatën në kombinat. Kam patur 500 veta në sallë. 500! E kam mbyllur në Kamës, kam patur 300 veta në sallë dhe kam 100 vota. Po? Me bërë pyetjen e pas me bërë. Dhe mendje pra. 500 veta në sallë, në hapje, 300 Se më shkruaj edhe nga regjia. Po 300 emisioni ka dhe kontakt me regjinë, shkruaj edhe nga populli. 300 veta në Kamës, Po? dhe ka marrë 100 vota.
Po mirë, çfarë bëjmë tani 100 vota, nuk do të thënë që e ka thënë Sabri Godo këtë. Si? Nuk do të thënë thaj që sheshim mbushet plot sa të gjithë votojnë ty. Ke ardhi në sallë nga ana e anës dhe do të thënë nga fundi i Tiranës dhe ke ardhur me voti, mos ja fut kot tani. Ti qenë partinë e gabuar ose? Po s'ka lidhje kam qenë partinë. Ti ke kontributet të jashtëzakonshme dhe nuk ti mohon kush ato, po tani me i beson vazhdon akoma i beson Lulzim Bashës? Po së trisë, kujt i besoj? Sali Berishës? Kujt i besoj? Ti vazhdon ti besosh Sali Berishës? Jo, unë bëj pyetje këtu, unë besoj kujt. E di, dakor pra. Tani ai tha, më kanë bërë në ngrata për Kosovën? Ja ku ka Kosovën. Tha që do ma heqin në ngratën? Që ti mendon që ai nuk do vinë në këtë tubim? Tha, o zotëri. Do vi? Si e parashikon? Nesër ka parlamentin. Ta shohim çfarë thirrje do bëj. Ai balla e bëri thirrjen. Po, e vërtetë është. E bëri thirrjen. Ka ditëlindje sot Berisha? Po, shumë mirë. E urova? Ja. Pse? Se urova. I ke premër dhe në fare. Po pse du ta uroj ditëlindjen e Berishës? Se Berisha se ka ditëlindjen sot, e ka ndruar ditëlindjen. Jo, 15 tetor. Pa e ka ndruar ditëlindjen. Si e ka ndruar me 15 tetor? Ka pas një korrik, tani ka bën në tetor. Pastaj ka pas me 16, tash ka pas me 15. Mësoj me ditëlindjen e Berishës. Berisha për mua i bofti 100 vjeç, i qofti i lumtur, por Berisha ka shkatruar demokracinë shqiptare. Sepse Berisha është peng i Ramës. Dhe Berishës nuk intereson as demokratët, nuk intereson as Partia Demokratike, Berishës intereson vetëm vetja personalisht dhe familja e vet. Kërkush tjetër mbi këtë. Dhe ata deputet që i marrën. Po pse thoshe kështu ti kur ishe afër Sali Berishës ose? Kush e kam thënë i parë unë. I pari që ka... Por ti ke mbështet Berishën më? I pari që ka... E kam mbështet Berishën sigurisht. Dhe Berisha më ka kandiduar, qoftë nga burgu, po nga burg, cili burg kam qenë unë, zotëri? Kush ka qenë kryeministër? Ishte burg. Kush ka qenë kryeministër, zotëri? Ilir Meta. Dhe unë jam arrestuar në mënyrën më barbare. As Gestapoja, as serbet ndaj kosovarëve nuk kanë ushtruar torturat që më ka ushtruar ata gjem që i kishte zgjedhur Ilir Meta, edhe jashtë trupës së policisë për të arrestuar. Dhe jashtë trupës së policisë? Absolutisht. Jashtë. Dhe të kanë trajtuar keq në burg? Me kanë shkullur thojë zotëri në burg rrugës. Pa këpuce, pa çarape, vetëm në tuta, në dhomë gjumit, në kundërshtim me ligjin pas orës 12 natës, kur në gjithë ditën kam qenë punë, me 3 detyra shumë të rëndësishme. Kryetari i Partisë Demokratike të Tropojës, 4 afare, kryetari i Këshillit Bashkiak të qytetit Bajram Curri dhe nën kryetari i Qarkut, dhe pastaj nga burgu bëra deputet. Dhe ky ishte kryeministri Ilir Meta. Pra, me kanë shkullur thojnë, zotëri, kanë protestuar të gjitha organizatat e drejtat njeriut të botës, Departamenti Amerikan i Shtetit, OSBE, ODIHR. Dhe në 2009, Berisha bën koalicion me Ilir Metën. Unë e kam kundërshtuar, zotëri, publikisht. Dhe faturën e kanë paguar demokratët. Në 2013, Meta ka shku të Rama me pëlqimin e Berishës. Sa e do Tropoja Sali Berisha? Po, e keni prava të Tropojnë. A fitoj Tropojnë Sali Berisha? Kush fitojnë Tropojnë? Mirë, po them Tropoja dhe Tropojanët që janë jashtë Tropojës. Po pse s'ka lidhje Tropojës Berisha? Janë Tiranë. Po pse s'u bë pjesë e listës së deputetëve të Tropojës? Pse nuk e duan thua? Po pse? Merri zgjedhjet. Zotëri, unë e kam marrë Partinë Demokratike në Tropojë në 97-ën të asgjësuar. Nuk ekzistonte fare si Parti Demokratike. Me një grup gjemsh. Po dhe kur e le, sa ishte përqindja? Pra e kam marrë të asgjësuar, po? Kam fituar 6-2 në vitin 2000, po? Si udhëheqës i forcës politike të Tropojës, kam dalë deputet nga burgu, dhe në 2003 ka shkuar 8-0, 8 njësit administrative në proporcional dhe 7-1 në majoritar. Aslan, ti i vetmi... Dhe në 2005-ën, Berisha me ka fshirë. A mund të fshihet një njëri? Po pse ta bëri? Për çe bërë Berisha? Po Berisha ka inati njëri unë protagoniste, zotëri. A folëm pare për dignitet, integritet e identitet? Unë nuk mund të bëna pjesë e kulisave dhe unë s'kam qenë politikan i formuar ose i investuar nga ekranet televizive. Unë kam marrë nga betejat për demokraci, e kam marrë nga betejat. Po në qëfë se do thrisnin në Hag, do shkoj? Pa diskutim. Tanisa një, që s'mund të shfaqës, në vitin 1998 tash kanë ardhur dhe ka pas një vendim për të quar Kosovarët në
malet e Burrelit në kamping. Edhe po më thënë do ta ndajmë gruën për gjysëm. Kokën e misit dhe këta do rinë tu. Po të rasin ty në Hagë aty do shkosh? Po patjetër. Si do të shkosh? Sigur të thirrën atje, se Fatoskllosi do shkoj nga mbrojtja. Normal bra. Tani, si shefi i shërbimit po pra në informativ. Pas nesër, do të jenë jo vetëm gjallët, por edhe shpirti të vdekurve. Bukur kjo. Dhe ata duhet të zhvarrosin dhe të vdekurit për t'i çuar në Hagë. Çfarë do të deklarojë në Hagë? Azgan, çfarë do të deklarojë në Hagë? Si ai, se ja ku i keni edhe duart e mia. I donë edhe duart e mia? Kështu do i thosh? Absolutisht. Thu thot të dalë pizza e bukur kjo. Absolutisht. Nëse të rrasin në Hagë. Po, ja ku i keni edhe duart e mia. Ma arrestoni. Po. Po pse? Po pse, sepse liria ka emër. UÇK. Dhe unë nuk kam liri nëse s'ka liri ata zotëri. Azgan. E jemi larg të do të jemi dorën. Do shkoj dorën. Hashim tha që tha. O sa e bukur. Hashim tha që tha, unë humba përkohësisht lirin. Por fitoj lirin kombim. Tani unë do të them ti, po sikur ta çojmë në burg George Washingtonin. Garibaldin, Simon Bolivarin. A mund barazohet tani çlirimtari Hashim Thaçi zotëri është në burg dhe Radojqiçi është në liri. A ka gjë më fatale? A ka gjë më të tmerrshme? Dhe a ka akt akuzë? A u arrestuan gjithë kriminalët serbë? Jo, mërë si u arrestuan kriminalët. Sa është numri aty në kërkim? Shive paradoksi. Ky zotëria, thash, fola për të. Ali Ahmeti, kazarmat e Mladiçit, në Maqedoni Veriut, në Shkup, i ka bërë Universitetin e Nën Terezës. Po. Dihet kjo. Po pra, dhe ti tani thua Stojkoviçi vleni zvleni. Po përplasin dy botë sot, bota serbe me botën slave. 6.000 serbi ka mbledhur Vučići. Dhe këta kanë menduar, Vučić edhe këta autokratët që janë shndërruar në gjysmë mbretër në Ballkan, se do hynë në marrëveshje si në kohën e Sorosit me Donald Trumpin. A shkoi djalit e Donald Trumpit në Serbi? A shkoi edhe Vučići 2 herë? E priti gjë Trumpi? E priti gjë? A shkoi në spital zotëri? Kargo pas gazës, Ukrainës, administrata Trump do vendoset në Ballkan nuk ka më shaka. E sigurt? E sigurt. Atëherë pyetje direkte. Kush do ta liroj Hashim Thaçin dhe 3 ish drejtues të UÇK-s? Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si? Konkretisht Donald Trump. Donald Trump do t'i liroj? Pa diskutim. Si do t'i liroj? Jack Smith është nën akuzë. Tani çfarë po ndodh me atë më vërtet? Jack Smith është nën akuzë. Ai që ka bërë akt akuzat kundër prokurori. Po, kundër UÇK-s. Dhe ai ka qenë edhe kundër Donald Trumpit zotëri. Dhe kush e ka menduar se realizohet kaq shpejt marrëveshja me Hamasin? Asnjë. Asnjë pra? Jo, do me të vërtetë asnjë. Me të vërtetë asnjë. Dhe tani ja që ndodhi. Bravo. Ja që ndodhi. Por zotëri, në qoftë Donald Trumpi do liroj Hashim Thaçin do thotë. Në qoftë se Kadri Veselin? Në qoftë se dënohen gjem të UÇK-s, po, duhet të dënohet edhe Walker, Wesley Clark, Bulltazeri Ballkanit, Holbrooku, Richard Holbrooku, i cili ka certifikuar për herë të parë UÇK-n. E bukur. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi deklaron Azgan Aklaj do t'i liroj Donald Trump. Tani, fjala jote në vesh Perëndis o Azgan Aklaj. Po të thash pra, me Lyndon Bride, Wesley Clark, thash Walker, i cili ka zbuluar, ka vërtetuar masakrën e Çakut. Pas masakrës së familjes, ndaj familjes Ashari, dhe Çakut, Walker trokiti fuqishëm në ndërgjegjën e Evropës. Dhe tani po të sjellni një deklaratë të shkëlqyer të Walkerit. Në Trojet Ali Pashës, në Plau Guci, kishim festivalin Kënga dhe Vallja Shqipe në Bashkon. Kërkoj ndjes, është një teori e një kolegu ton, Ardit Rada, besoj një gazetar, i cili e kam pasur në studio dhe tha një gjë fantastike në fakt, që po bëhen përpjekje që Hashim Thaçi të zgjidhet dhe të bëhet presidenti i Shqipërisë. Si unë të konspiracione, fare nuk
Jo, nuk është konspiracion, jo, prit. Çfarë po? Pse? Sepse duke e bërë president Shqipërisë, ai lirohet në Hag automatikisht. Po mirë, tash ne nuk Po thuj diçka këtu tani, si unë nuk gëzova këta. Inshallah bëhet thash. inshallah bëhet. Dhe s'ka shqiptar sot që nuk donë si Hashim Thaçi të dalë nga burgu. Ti do që të bëhet presidenti i Shqipërisë? Po pse mos e bëhet presidenti i Shqipërisë? Shiko, Hashim Thaçi ka shkuar në Ramboje njëkohësisht njësoj si Isa Buletini. Ta dish këtë. Si Isa Buletini në Londër? Po absolutisht. Sa e bukur. Kjo është e vërtet. Po sa e bukur kjo. Kjo është e vërtet. Se kishe vajt mendje. Absolutisht, si Isa Buletini. Qeniu i politikës shqiptare, Ibrahim Rugova tha kryetar delegacioni Hashim Thaçi. Rugova ishte president. E vërtet. Shumë Tha kështu apo s'ta kështu? është vërtet është. Po ta them. Dhe ishte shumë mirë, sa vjeç ishte Hashimi atëherë? 30 sa vjeç, i ri ishte. Shumë mirë, as 30 vjeç ishte. Tani, ta them këtë tollë që është shumë e rëndësishme. Thash në Trojt Ali Pashës në Plauguci, kishim një festival, kënga dhe vallja shqipe na bashkon. Dhe Holger tha kështu. Po. Unë nuk i ndaj shqiptarët në çam e kosovar. Në Ulcinag e Peshevar. Po? Shqiptarët janë një dhe kanë një flamurin e Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Ti do kërcesh të premten? Ja, po s'kemi fest. Po ka kënë se ti kënë the, po. Kënë ka pra. Ka kuptima jo aty pa i valle nga tropoja. Shiko. Që të emocionohemi? Aleksandri i Madh. Po? Piroja e Pirit. Po? Edhe Gjergj Kastrioti Skënderbeu, përpara se të hynin në luftë, kërcenin për t'u heqë emocionet luftëtare. Kërcenin, ha? Vallja pirike. Vallja çame. Skënderbeu thoshte që unë jam pasardhës i Pirës e Pirit. Po vlla, po pra, vallja çame. Që po përpiqen të na rrëmbejnë grekët për t'i dhënë emrin Çamiko, është vallja pirike, vallja e Pirës. Aleksandri i Madh. Gjergj Kastrioti, e ke pa filmin e jo? Gjergj Kastrioti Skënderbeu që kërcenin. Dhe pastaj betejën e Albolenca e mori me krisma. Po hin luftë akoma. A u mor me art. Ne jemi kom etnokulturor, ne jemi kom politik. Ne kulturës i falemi që për mbjetesën tonë të gjatë në shekuj, dhe jemi kombe etnokulturor. Se kombet janë kombe dinastike, politike, etnokulturore. Dy kombe që janë kombe, janë popull, kanë shtete artificiale. Edhe Greqia, edhe Serbia. Kanë njëjtën filozofi. Masakrën e Tivarit, Serbia, masakrën e Bihorit, Serbia, masakrën e kundër çamve, Greqia. A janë njëjtën filozofi. Dhunë dhe dëbim me dhunë nga trojet tua. Dhe detyrim që me jetën tënde me mbrojt tokën tënde. Pra a kanë njëjtën filozofi? Ne atë kujt i dedikomi vetëm kulturës. Pra ne sa kemi mbjetuar, thash, udhëheqët e mëdhej kanë kërcyer, por nuk kemi fest. Kurse është bërë zgjedhje e spikatur, kënga e Arif Vladit, Marshi u Çukez, sepse Mersajeza shqiptare ishte kënga e Dervishaqës, kënga e Shkurt e Fejzës. Mora fjalë. Mora fjalë, pra. Ajo do këndohet? Pa diskutim. Do këndohet, ha? Është bërë hym në stadium. Është bërë hym në stadium. Po si u ndaluaj? Edhe u ndërpren në stadium. Po jo, tani këndohet prapë. Po do këndohet në shesh njërë. Do këndohet të premte. Pa diskutim. Do këndohet gjithë Shqipëria. Gjithë shqiptarë. Do të kemi edhe një recitim. Po nga diaspora se së pyeten? Të një aktorit madh. Recitim Reshad Arban. Jo, do të jetë Lesh Nikolla, zgjohu Kosovë. Se e kam zgjedhur Lesh Nikollën. Ta shpjegoj, se unë e kam përzgjedhur. Ja kam propozuar grupit organizator. Në vitin 2011, së bashku me zotin Lesh Nikolla, në Preshev, me kryetar të komunës Ragmi Mustafa, që ishte edhe kryetari i Këshillit Organizativ të Shqiptarëve të Luginës Preshevës, ne kemi organizuar festivalin e parë të këngës dhe vallës shqipe. Dhe pas përshëndetjes time, ka reaguar Ministria e Jashtme e Rusisë. Qa thua? Ka bërë notë proteste, i sekund, që ta kesh. Rusia. Ku është ministri? Ministri, ja ku ke. Vet? Ja ku ke. Ja ku ke. Rusia dërgon notë proteste Tiranës zyrtare. Ma s'gan naklaj. Dhe Leshi Nikolla, regjizori, ishte për Shqipëria e madhe.
është qëtërsuar fjala, unë kam thënë Shqipërinë etnike, Shqipërinë natyrale, sepse shpesh herë edhe studiues ndryshëm po gabojnë. Dhe aty kanë reaguar edhe për Albin Kurtin. Albini e ka ndryshuar qëndrimin, unë nuk e kam ndryshuar qëndrimin. Kështu që, thash, në Preshev ka reaguar Rusia, në vitin 2011, në 10 vjetorin e luftës së UÇPMB-s, të komandant Leshit janë Preshev. Në Preshev, në fakt. Komandant UÇPMB-s dhe UÇPMB, komandant Leshit dhe Ridvan Qazimin. Dhe ishte simbolika Zganagla, sepse luftetari, një nga më të mëdhenj, sepse përveç Kosovës, Maqedonisë, thash ka edhe shqiptarë, siç është Ingrid Cara, ka Dilat Llagami, po është Tahir Sinani. Tahir Sinani, po. Dhe para i viti gjysëm, Ali Ahmeti bëri të mundur që shtatorja Tahir Sinanit të vendoset në vendlindje si Sfinks përballë shkëlqenit. Një jetë, 3 luftër Tahir Sinani. Në luftën e Kosovës, të Preshevës, Iran, në Maqedoninë të Veriut. Si Tigri, Fadil Nimani, pa që këra në vaksinës. Ka qenë mobilizim jashtëzakonshëm. Dhe prandaj u zgjata se pse do të jetë Lesh Nikolla. Arif Vladi, Lesh Nikolla, Shkute Fejza, Kastjo Tusha, i kanë rënë kryqe të rrethor trojeve etnike të kombit shqiptar me Unionin Artistik të kombit shqiptar që drejtojon, kalorë si urdhët Skënderbeut, që nga Sofra Dardanë në Tropoj, Festivali Këngës dhe Valles Çamën Sarand, Këngë i Honestrug, e shkëndezur mbi Shkëlqen në Dërçan, Flaka e Janarit në Gilan, në Preshev, në Plauguci, pra ka 30 vjet që jemi bashkë. Okej, tani për ta mbyllur këtë bisedë shumë interesante dhe me shumë vlerë, unë do doja një koment tëndin, nëse është pak larg natyrës tënde, por ti je politikan dhe unë dua një mendim. Dje ka raportuar në parlament, në komisionin e ligjeve, drejtuesi i SPAK-ut Altin Dumani. Ndërkohë, paralelisht, aktualisht janë duke zhvilluar gara, sepse janë dorëzuar 4 kandidatura për drejtimin e SPAK. Cili është komenti juaj, zoti Haklej, si ish deputet, si politikan, si drejtues strukturash në partinë Koalicioni Euroatlantik, për raportimin e djeshëm të zotit Dumani, i cili pati goxha debate me deputetët aktual. Shko, unë ndoj që debatin, Altinin e njoh Dumanin. Nga një? E njoh që nga Tropoja. Ai ka qenë prokuror në Tropoj. Ka qenë prokuror. Wow, po më kujtua tani. Ka qenë prokuror në Tropoj. Sa vjet ka ndajtur? Ndajt pak, një vit. Qa viti? Në the? Ka qenë në vitin 2000-2001. Se mbas 2000? Po, bile Altin Dumanin e kanë do të thënë, sa gazetarë kanë thënë që kur nuk guxon të askush të arrestonte Azgan Haklen, e ka arrestuar Altin Dumani. Po prokuroria atëherë ishte e centralizuar. Po, ishte nga lartë, sepse ata u përpoqen të bënin një diversion për mbështetjen që i bëja unë SPAK-ut dhe Altin Dumanit personalisht duke njoftur për guximin, kurajen dhe profesionalizmin. Po, i të arrestoi ty? Ka nga sipër pra thash, prokuroria ishte e centralizuar. Po, vendimi i prokurorit më të lartë ishte urdhër për prokurorin më të ulët. Po, pra, prokurori i përgjithshëm. Po, ky e firmon si? Po, ky ishte prokurori i Tropojës. Tani, duhet edhe një herë, Altin Dumani ka arrestuar ty me firmën e tij. Unë nuk e di. Aldoena Labani tha Azgan Haklen e ka arrestuar Altin Dumani. Po ti e di kush erdhi urdhër arresti, po Azgan tani se po më çudi tani. Mu nuk është paraqitur në arresti. Arrestimi im është bërë i paligjshëm. Si e ke njohur? Ta shpjegoj. Mos lëm vend për kujt. Arrestimi im është bërë i paligjshëm. Po, është bërë pas orës 12 natës. Po, e keni shpjeguar. Pa dorëzim të mandat arresti. Farë. Pa dorëzim mandat arrestit. Në mënyrë të dhunshme. Raportet e Departamentit Amerikan të Shtetit, zotëri, OSB, ODIHR, Amnesty International, theksojnë vajza Azgan Haklejt ka frikë të luaj me Arushin. E kanë qelluar një vajzë 3 vjeçe pak, sapo kishte marrë këmbët, nga shtelem nga korridori në kuzhinë, zotëri. Zbathur dhe zhveshur. Pa nuk është paraqit mandat arresti mua. Fare. E kuptova. Si e ke njohur Altin Dumanin atje në Tropoj? Një vit? Altin Dumani ishte njëri i kucimshëm, njëri i ligjit, e vetmja forcë politike që i jepte mbështetje strukturave shtetërore në Tropoj, ishte Partia Demokratike që drejtoja unë. Ta dish këtë.
E vetmja forcë politike. Ti kur ishe Altin Dumani ishe kryetari i degës Partisë Demokratike. E takoje shpesh. Kam takuar shpesh, kena bën edhe takim me drejtuesit publik të Tropojës për të dhënë mbështetje kur ka ardhur nga. Si punoi Altin Dumani në këto 3 vjet në drejtimin e SPAK-ut? Altin Dumani shumë mirë. Shumë mirë? Pse punoi shumë mirë? Pse? E çoi presidentin, po mirë thash, presidentin, kryeministrin, kryetarin e parlamentit e çoi në qeli. Ilir Metajn. Dhe çfarë ndodhi? Nuk ishte normale ai lloj arrestimi. A ishte normale arrestimi as kanë hak lej zoti Meta? Jo. Me shkule thoj. Jo. Zotit Meta ja quhen vetë arrestin dhe i thanë do arrestosh. Meta u përpoq tikten nga Kosova nëpërmjet Gruevskit, shokut vet, te Urbano. E di çfarë tha ai? Jo, ai ishte këtu në Tiranë. Ai ishte në Kosovë, kthye nga Kosova në Tiranë. U kthye sepse nuk gjeti shtek me ik. E di çka ka thënë Urbano ja? Nuk jem magazinë e hekurave të hedhur të politikanëve të Ballkanit. Kur nuk pati shtek, unë ndalë e herë aty. Bëhet ajo rezistencë në timon përballë tyre? Patria. Unë jam ish president e Republikës, president sepse ende ka status. Po, ka status. Po, të vi pas makinës tuaj? Të vi me makinën time? Ja, kur na. Ç'është ajo rezistencë? Ai ka dashur atë. Po tani pas 20 vitesh, dhe ç'a ka ndodhur? Jo, mos kalojmë në atë vend. Shiko. Ja ta them edhe mbaroj. Me të mrak edhe kjo. Ilir Meta më arrestoi. Me urdhë të Ilir Metas, se prokuroria është politike. Pas 20 vitesh, presidenti Ilir Meta erdhi në Tropoj dhe ndëroi me titullin Kalorës i urdhit të Skënderbeut Unionin Artistik të Kombit Shqiptar, që drejtonte as Haklaj, që Ilir Meta i thoshte terrorist. Po mirë bëri që dekoroi. Pas 20 vitesh. Po shumë mirë bëri që nuk e dekoroi Ilir Meta, po presidenti Meta. Presidenti Meta. Po jo, shumë mirë bëri që. Disa më kanë qortuar, disa më kanë thënë. Okej, tani, do zgjidhen mes 4 emrave. Adnan Xholi. Po. Një sekond, Doloreza Musabelliu. Po i njoftë gjithë. I njeh gjithë, Të gjithë, jo. Dolorezën e njoh është grua e Elvin Gokaj dhe Klodian Brava. Po. Tani, këtu flitet për një lloj klani Dibran dhe Skrapali. E vërtetë është? Nuk merrna me klanin Dibran dhe Skrapali. Jo, mos ku merr fare. Zonja është e hekur. Musabelliu. Që nga Skrapari. Është e hekur. Klodian Brava në një gjali Zoti. I Zoti. Gjali Zoti, me integritet lartë moral. Adnan Xholin, i shkëlqyer, jashtëzakonshëm. E njoh personalisht këta, gjithë. Po Elvin Gokaj? E nuk e njoh. Nuk e njoh. Kam dëgjuar fjalë, nuk e njoh. Unë flas për ata që i njoh. Ku zgjidhet? Më thuaj një kështu se do ta vë kështu pastaj virale do ta vë. Ku zgjidhen nga këta 4? Të gjithë. Këta kanë futur dokumentet. Të gjithë që zgjidhen janë shumë mirë. Po Adnan Xholi ka disa Adnan Xholi, Musabelliu, Klodian Brava, të trenë mirë. Ato tjetër. Jo, ku zgjidhet? 1, 2, 3, 4. Për mua zgjidhet Adnan Xholi. Adnan Xholi, Po. A do vazhdoj SPAK-u atje ku e la Dumani, apo në ullet, apo do ndryshoja? Shiko, e para, Po? ka patur një përpjekje të vazhdueshme të industrisë mediatike të themnajës, se trekançit të Bermudës, se dhe ushu SPAK-u, s'ushu SPAK-u. Beri SPAK-u, s'beri SPAK-u. Njëherë, përderisa gjykata nuk e ka dhënë vendimin e fundit, pavarësisht se është vendimi formës prerë të gjykatës apelit e ne e kemi pranuar, çështja e Partisë Demokratike është në gjyq, zotëri. Është në gjykatë të lartë. Keni pritshmëri? Është në gjykatë të lartë. Jo, keni pritshmëri. Ta shpjegoj pra. Gjitha marrëveshjet, Po? nëse gjykata e lartë vendos të kthehet çështja për gjykim në themel, a bëhen nul gjitha marrëveshjet e Saliverisë, edhe kjo e fundit për ta shkrirë SPAK-un, që bëhen dhe të shkruan. Tani, çështja është në SPAK. Këtë do i kërkoj SPAK-ut. Është për falsifikim dokumentacioni, vulash e stampash, përvetësimi paligjshëm i titullit zyrtar dhe denoncimin e ka bërë kryetari i grupit parlamentar të Sali Berishës, Gazbardhi për Sali Berishën. Sa e bukur është kjo. Dhe tani, Gazbardhi ka paditur flamur nokën për mos justifikim pasurisë. Dhe Gazi është kryetar, Flamuri sekretar. Gazi ka paditur ku vendin e 11 dhjetorit për përvetësim të paligjshëm të titullit zyrtar. Aq drejt keva s'gan.
Ke aq të drejtë sa. Po është fatale për ti, apo prit ku janë demokratët e Atlantik. Tani si, orë zotëri. Vetëm një problem keni ju. Po ç'është problemi? Jo, keni një problem. Po ç'është? Keni një problem. Po ç'është problemi këtu? Po keni një problem tani, ta themi tani. Lulzim bash. Po More kush Luli? Po s'ka lidhur. Luli është shpejt del Luli. Ama ti po jep një lajm që Luli do kthehet? Amelion. Jo, një sekondë. Dgjoj. Emision. Se unë jam nga Skrapari, ti je nga Tropoja, por unë nga Skrapari. Pyetje. Do kthehet Lulzim Basha? Unë Manaj e humi penaltin. Po, herën e parë. Po e bani golin. Sa e bukur. Do kthehet Lulzim Basha? E rëndësishme është kush bën gol në minutën shtesë. Dhe ku bëhet goli? Dhe Luli i qanë me loto golat në minutën e shtesë. Dhe ku bëhet goli? Amano asgan tani, të lutem tani, me Lulin? Ti, shiko, unë kam respekt për gjithë televizionet, për gjithë gazetarët. Për ty kam një respekt veçantë. Edhe unë kam respekt dhe falenderoj. Pse unë kam respekt hipokrit. Jenë ndër të parët, ku ki qenë në televizor, ma ke dhenë mundësin për të dërguar fjallën tek publiku. Shkrimtari madh Ujtman, vepra të cilit fije barë, është bërë Bibel e Kuran për demokracinë, thotë, unë s'kam çfarë të jap kombitim përveç fjalës. Dakord? Ti ma ke dhënë këtë mundësi. Dhe kam respekt, dhe kam respekt se je njeri i ditur. Tani unë po të pyes ty tash, se më pyetet çat tërkohës. Zotëri, ka një padi penale në SPAK. Përvetësim i paligjshëm i titullit zyrtar me falsifikim vulash e stambash të një grupi strukturuar kriminal. Dokumentacioni i 11 vjetorit është i volosur me vullën e degës numër 3 në Tiranë. Dokumentacioni i një partie politike ka një vullë kombëtare. Ai dokumentacion ka vullën e degës numër 3. Ka falsifikim apo s'ka falsifikim? Në qoftë gjykata e lartë vendos për gjykim në themel. Dhe nga e para. Nga e para, automatikisht. Kur e merr vendimin? Nuk e di. Ka datë, ka? Një vit e gjysmë u bë gjykata. Gjykata e lartë, i bëi thirrje gjykatës së lartë. Si institucion i rëndësishëm drejtësisë shqiptare, për shkak të çështjes që ka impakt të madh në publik. Është domosdoshmëri historike që gjykata ta ndaj kush është partia legjitime, kryetari legjitim. Dhe nëse gjykata e kthen për gjykim në Berisha automatikisht humb të drejtën e kryetarit. Ti po thuaj Basha do kthehet? Pret ta shpjegoj. As i vend botës, as në autokraci, as në diktaturë nuk ndodh që një gjykat e një niveli më të ulët të refuzojë zbatimin e një vendimi të një gjykate në nivelin më të lartë. Tani gjykata e lartë ka vendosur e ka kërkuar gjykatës apelit të jap një vendim të prerë 3 çështjeve. Dhe trupi gjykues i gjykatës së apelit me vendim të një anshëm i ka dhënë të drejtën salibërisht të drejtë. Pra gjykata nuk ka zbatuar vendimin e gjykatës së lartë. Mirë, po këtu ka një problem. Edhe parlamenti nuk zbatan vendimin e gjykatës kushtetuese. Çfarë të them tani? A kishte gjë me të mërshme se sa të mbledhësh Këshillin Bashkiak, ta shkarkosh Erion Velje. Po, ndërkohë që është gjykatë kushtetuese. Ja, e ktheu gjykata kushtetuese. Po prit, Këshilli Bashkiak nuk e shkarkon kryetarin. Po, kjo dihet kjo. Sepse nuk e zgjedh. Sigurisht, ka zgjedh po. Dhe e ka caktuar kur shkarkohet kryetari. E shkarkon kryeministi. Po, e shkarkon kryeministi dhe rastet janë të caktuara. Por sepse ti nuk mund të ndërhysh duke shkelur ligjin e funksionimit dhe të autonomisë lokale, zotëri. Dhe tani çfarë ndodh? 2 standarde. Erion Veliaj ka munguar se është në burg, e shkarkohet. Sali Berisha ka munguar se ishte rreth shtëpie e nuk shkarkohet që mungesë. Është vërtet. Është vërtet. A kemi qendrim me 2 standarde? Ka mund asnjë lidhje me Erion Veliaj. Erion Veliaj burg do të ishte. Ke shumë drejt, Sepse s'ka ndodhur kur në histori. Ke shumë drejt. Që të formosh një kompani, të japësh tender veti, ta investigosh vet, ta bësh vet, e ti marrësh paratë vet me ble pushtet prap. Pra, a jam sakt?
Azgan, na ke dhënë kaq shumë lajme, por sigurisht pjesa më e rëndësishme është ajo OÇK-s. Pjesa më e rëndësishme. Unë të falenderoj në radhë të parë, të falenderoj për organizimin. Bravo të qoftë ty dhe sigurisht edhe bashkëpunëtorëve tu. Ja, janë ata organizatorët tonë, bashkëpunëtorëve të tu. Të gjithë për këtë tubim që pritet, unë me shumë dëshirë do vi, me shumë dëshirë do të trajtojmë, me shumë dëshirë do japim. Në qoftë se nuk vje me kapele të OÇK-s. Po ma gjej kapele se duan këto, unë të bëra atje pak kështu kapele ka plot, unë bëra ato. Ta gjejmë kapele. Një kapele bër ata dora atyre që bëjnë të kapele. Gjejmë kapelen. Kapelet për OÇK-n. Dhe bravo i qoftë për këtë organizim dhe uroj që të ndikojë sa më shumë. Shiko, unë të kisha gjetë kapelet e Mejz Vetmi. Original? Por kapelet e Mejz Vetmi kanë rënë minë, vëlla. Me 31 tetor, të vitit 2001, mu me kanë shembur shtëpinë, me C4. E di, me C4. Dhe ti e di shumë mirë dhe bile edhe je marrë me te, ato që mu kanë dhimë të historia, jo shtëpia. Tu shkatruan ato, Historia, zotëri, biblioteka e librave. Dhe e kam rriberë dhe herë. Po prapë është dëmtuar. E kam rriberë dhe herë këtu në Tiranë. Po, një njeri pa bibliotekë është si një trup pa shpirt. Këtë mu kanë dhimë, pra historia ime. Azgan, të falenderoj shumë. Të falenderit shumë. Respekt e mërjoj për ty. Unë mi gatshëm në çdo moment dhe të falenderit që më jep mundësinë të them të vërtetën. Bëj punën si gazetar, mos ma thuaj këtë. E vërteta të bën të lirë. Bravo. E mbyllim me këtë shumë e bukur. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni për sot nga Ora Lançafoku, mirupafshim.